Mirëmëngjes. Si ditë me shi sot, normalisht unë kam vendosur që të bëjt ato 3 recetat. Ata nis me mëngjesin që është më mirë, një omlet me perime. Do thoni ju me omlet me perime gjithmonë t'ja Albana vendos furrën, nuk e taf, sot kam edhe taf. Po tavën e lash të tretën, mbasi tani është gjithmonë ajo shpreha ime që vendos furrën të parangrohet dhe prandaj nuk e filloj me tavën, po me omletën. Tek omleta me perime, mua më duan patlıxhanët, të cilat i shikoni i kam vendosur në ujë. Dhe dihet që uji del ngjyrë kaf, shto dhe pak skrip në ujë të vakët që të fillojnë dhe të zbuten. Patjetër kam qepën e kam kaluar në blender, speci ëmbël. Dhe kur themi të speci ëmbël, normalisht del speci i kuq. Vendos direkt tani, dhe me radhë që janë dhe për bërësit, vaj ulliri. Vaj ulliri sa vendos 4 lugë. Gjë që unë shtoj me sy, dhe e lë të nxehet. E mirat mirave, gjë që unë nuk e bëra faktikisht tani, është që duhet të nxehim tiganin. Dhe më pas shtohet yndyra. Nuk do të shtoj gjallë, por shtoj vetëm vaj. Patatet i kam të zjera dhe i kaloj të prerë në kubik, aq sa janë edhe specat. Më duhen domatet, 2 domate, normalisht kripa piperi dhe çfarë tjetër shumë dashuri. Nëse ju e keni tek vezët, patjetër, vezët o italian, ato vezët më të mira, dhe si thot edhe Niki që janë vezë pula të rritura në natyrë. Pra kam ngrohjen. Tek ngrohja e vajit shtoj direkt qepën. Pra nuk më duhet të jeti djegur në thojza, se jo i djegur, por duhet të jetë vetëm e ngrohur. E shtoj duke e ndihmuar, e zbuz duke ndihmuar me pak fare krip. Jap një zbutje tjetër dhe i vë kapakun, jo për të mbyllur gatimin, po për të bërë qepa. Kam patatet e zjera. Marr domatet, gjë që edhe domatet do priten në mënyrë të tillë, e dim shumë mirë, dhe e kemi thënë që po të duam ne për qepën e lëm në frigorifer që të pritet më mirë. Thikën e lyem me vaj që mos të ngjitet tek patatja. Dhe i pres në kubik, aq sa është edhe masa e patates, jo dhe vogla fare, aq sa është edhe masa e patates bashkë me patlıxhanët. Patlıxhanët e dim shumë mirë që janë zëvendësuesi më i mirë i mishit, sikurse tek frutat e thata që janë kasius. Specin, tironësit e kanë shprehur jo këtë të kuqen, specin jeshil, ngjala e tokës. Pra, në çdo perime, i kanë gjetur nga një emër. Po, domatja është gjëja më e mirë, sidomos tani që kanë edhe problemet e zemrës që janë shtuar akoma dhe më tepër, është akoma edhe më mirë. Patatja. Disa thon pataten po, pataten jo. Patatja dikur ishte edhe bukë dhe gjellë, kështu thoshte legjendari i kohës atërshme. Por është shumë e mirë, sepse e para gjë, nëse ne përdorim në mëngjes, që ne nuk kemi mësuar ta përdorim në mëngjes, vërtet të i ke kaloricë, që ti merë dhe në drejt në orën 3-4 kur ne vim, ne vërtet ta kam mbajtur. Dhe kjo është arsyeja që unë vura në omlet edhe pataten. Do të shtoj patlıxhanët, gjë që të cilin i marr, shtrydh, largoj ujin që ka. Po të duam ne, asgjë nuk hedhim poshtë, asgjë nuk hedhim poshtë. Sepse këto ujë, shumë mirë ne e shtojmë tek lulet. Këto ujë po të duam ne, normalisht, e kalojmë edhe në perimet të tjera të zihen që krijohet buljoni i perimeve. Do thoni ju çfarë është buljoni i perimeve? Lëngu që përfitojmë nga zjerrja e perimeve quhet bulion perimesh, dhe lëngun që përfitojmë ne nga peshku ose nga mishi quhet bulion peshku ose mishi.
Përse e shpjegoj, sepse e kam ndeshur që e kanë kërkuar në faqen tonë. Jap një përzierje shumë të mirë. E dim shumë mirë që patlıgjani kërkon të ngopet me yndyrë. Dhe prandaj, vajin e shtojmë gradualisht. E lëm sërisht me pak ujë nga bimët aromatike. Sërisht i vë kapakun. Pra kam për të shtuar, për të rrahur vezët. Po sa e rëndësishme është veza, po si, çdo pjesë e vezës është e bardha shumë e mirë për të lyer atë pjesën e bukëve, buka lepurushit për shembull. E verdha po, por me e duhur është e bardha e vezës, me e duhura, më dietikja. Normalisht, pjesën e membranës që ka veza, e thajmë dhe bën shumë mirë për lëkurën. Pjesa e lëvozhgës bën për pastrimin e tenxhereve, për tek lulet. Pra, çdo pjesë e një produkti asgjë nuk shkon dëm. Sikurse te bërthamat, te lëkurat, te gjithçka. Heq mënjan dhe vezët. Shtoj pakës krip, sikurse shtoj dhe pakës vezë. Vezë tashun. E mirë. Shtoj dhe vajin. Dhe bëj një rrahje të mirë deri në shpërbërje të plot të vezës. Po të duam ne, shtojmë edhe pakës qumësht, përse jo? Se është plot. E dim shumë mirë që kur e verdha e vezës është kompakte, kuptohet që ajo vezë është e freskët. Kur e kam thënë vazhdimisht, do të them vazhdimisht, kur janë 2 litëset e vezës që mbajnë të verdhën dhe ato janë më të dukshme, është akoma dhe me e freskët. Dihet që dhoma e ajrit tek veza duhet të ketë dhomën e saj të ajrit, dhe nëse ajo është bosh, do thotë që ajo vezë është vërtet e duhur. Pra, nuk e di, nëse bëri pula vezën a veza pulën, unë nuk e di, por di që tek omleta ime të shkoj shumë mirë. I heq sërisht kapakun dhe bëj këtë nivelimin e duhur. Do të shtoj specat. Specin e kuq sepse quhet speci ëmbël. Sërisht me pakës krip. Shtohet niveli i perimeve, normalisht shtohet edhe kripa. Po të duam ne, mund të shtojmë edhe bimë aromatike. Tek bimë aromatike çfarë i shkon? I shkon vetëm majdanozi dhe rigoni. Nëse duam të shtojmë ne. Në të kundërt, e pudrosim dhe i japim një përkëdheli pe pakës fare piper. Do të shtoj me radhë domaten, gjë që mua më ndihmon dhe nuk kam nevojë të shtoj një mas ujë, shtoj pataten që e kam zier më përpara dhe i lë në ndjesinë e tyre dhe në rehatin e tyre për të zbutur, jo totalisht, sepse nuk kërkohen që perimet të jenë të buta fare, por që të jenë, të kemi ndjesinë e kafshimit e ta ndjen perimen. Pa tjetër që këtë e kam të paprer, e të prer e kam. Nuk është një omlet që ti shton vezët.
Pra, është një omlet që ne mund ta quajmë edhe faktikisht quhet strapacciata, që është origjinale, si themi portokalopita, dhe këto pra kjo quhet strapacciata. Gjë që e përdorin pjesa e kufive që është kolça, gjirokastra, që janë kufi me greqin. Por nuk do të thotë që se kemi bërë dhe ne, se vetëm gatimet nuk kanë kufi. Por, le ta marr pakës me të mirë, me ca bimë aromatike. Do të më japi një freski gatimit. Do thoni ju freskin nuk e jep vetëm mentja, nuk e jep koperi. Normalisht bimët aromatike pra të shquhen. Bëjmë tani një përmbledhje të recetës së omletës që gatoi Albana bashkë me ju dhe ju tregojmë hap pas hapi edhe një herë përmbledhje me hapin e fundit ndoshta tani të hedhësh vezët apo jo. Po, të hedh vezët edhe ta lë me kapak avash. Po. Ne do të bëjmë një përmbledhje të përbërësve për të shkruar, ashtu si që duan vetan visat, si që ato e shënojnë të bloku i tyra, apo i bën ato galerinë e fotove. Pra, receta e parë, omlet me perime të stinës, për të cilën ju duen speca të ëmbël, 300 gram, mundësisht të kuqe, patate, patlıcan, domate, një qep, 4 vezë, 4 lugë gjelle vaj, krip edhe piper. Kjo është receta e parë, cilën e gatoi Albana, dhe ndërkohë shtojmë. Tani ky është procesi hapi fundit apo jo, të cilën ti do ta shtojmë vezët. Lësh akoma, ma e punë. Këtë ma lër këtë, edhe. E lëm në furrë kjo? Kemi e lëm ato bëhet edhe në furrë, e vendosim. Po. Edhe në furrë e vendosim dhe shumë mirë. Se thasha e ke para ngrur furrën apo jo, se nga që erdha me vonese dhe se pash të detaj. Ja, i parë. Mjesis më pyet e pse erdhe me vonese, çpate, qyshet. Po pse me vonese erdhe? Nuk të vurare. Të mëndin aty. Jaranane, bo të keqene. O të keqene në ty. Shiko, prezenca jonë këtu fizike dhe buzëqeshja jonë patjetër që është për të ndihmuar dhe për t'i dhënë pse jo një ditë të bukur të gjithë shikuesve, jo se si jemi ne për të qeshur. Por gjithmonë mendimi i parë në këtë mëngjes na shkon për ato familje të cilat janë gdhirë me ujit. Brenda shtëpive të tyre kanë ujë, duke shkatruar gjithçka. Fshirat e dëndura të djeshmet, ashtu si kundër është raportuar dhe nga kolegët tanë, ashtu si kundër po pasqyrohet edhe në anën tjetër të ekranit me titra, shumë shtëpi, biznese, familje të cilat janë ngrirë sot me ankth, me pasiguri, me frikë, pa drita, çdo gjë është shkatruar dhe si t'ja bësh të vish në punë dhe të mendosh që çfarë mund të bësh, të solidarizohesh, të mendosh që kjo është Shqipëria jonë, ku shumë e shumë familje janë duke krijuar këtë lloj pasigurie në familjet e tyre, njoh edhe madje kam qëndruar pranë një familje të një të afërmi në ditën e djeshme, gjithë investimi i bërë për gjatë verës, në të gjithë shtëpinë, diku goxha milion, ju shkërmoq, ju ra në tokë për një ditë. 1 metër ujë brenda në shtëpi. Jo bebe të vogla, imagjino sa familje të tilla janë zgjuar sot kaq të pasigurt dhe kaq keq. Plot. Edhe fshirat do vazhdojnë, dita sot me po, nesër gjithashtu. Ndaj edhe është mirë të themi dhe të jemi falenderues për aq sa kemi, se me motin dhe me natyrën nuk bëhet shaka, por edhe shteti patjetër duhet të ndërhyjë edhe të ndihmojmë sadopak këto familje të cilat janë duke u përballur me kaq shumë vështirësi.